tani ndryni të dy për avokatët, se për shembull, gojët e tjera thonë, po i kështë do t'ja bëju këtë pyetje unë dhe diskutojmë këtu, në një gojë ligë e kështu thotë që ata edhe kishin organizuar në këtë mënyrë, bile kishin patur koqë edhe Ibrahimi të kalon të bile profesor Fuga që do t'a futun pak më pas, thoshte një gjë shumë të bukur. Dikur thoshte edhe ne kemi me Kinën, kemi dalë 6-6, i lam 6 gola Kinës, në lajo 6-9 dhe u hapë një gjithë botën që ne dinim të bënim shumë gola dhe ata dinim të bënim shumë. Edhe këta 4-4. Unë thash që qëndrimet e dy pakicave janë shumë të prafërta me njëra tjetër. Për shembull, në studiet televizive thoshin që ka antartë gjykatës kushtetuese të shantazhueshëm, që kanë qenë dukshëm majtas, dhe po ju nuk e keni ju këtë pyetje, do ta bëj këtu. Jam me gjënë dhe them, por fakti që, shiko, aty ka pasi dilemë të rëndësishme kushtetuese në vendimarrje. Cila ka qenë dilema në vlerësimin tim? Nëse do kishim një çështje të pasur në favor të kryeministrit, unë ju garantoj që vendimarrja do ishte shumë e shpejtë dhe e thjeshtë. Pra në favor të asaj që nuk mund të merre masa e pezullimit nga SPAK-u për anëtar qeverisë. Duke qenë se kjo çështje nuk mund të merre kaq thjesht, pra nuk është kaq e thjeshtë. Atëherë u gjet kjo mënyrë veprimi, kjo mënyrë zgjidhje e tillë, për të mos më dhënë zgjidhje, dhe për ta lënë fushën e hapur në një zgjidhje tjetër legjislative. U gjen kjo mënyrë. Në këtë mënyrë thoni një kryetar, një antar i gjykatës kushtetuese thotë të gjendet një mënyrë gjykata kushtetuese. Ky është tensioni real mes dy pushteteve avokat. Kur ka tension real mes dy pushteteve, të vendosësh 4-4, do të thonë të mos kesh guxim profesional, të mos kesh guxim institucional dhe të jesh i paaft ta zgjedhësh për po ose jo. Po si mund ta thush këtë? Piko ka një gjë, jo, zoti Haxhiu, ka një shumë, jo, nuk është atyre 4, si pakicave. Unë respektoj vendimin e secilit, unë thash ky është mendimi im. Aty është mendim profesional, por faji është institucione që kanë mborë gjykatë kushtetuese, që siç e lanë 3 vjet, 4 vjet. Se ne tani që na shqetëson, themi, po kur ishte 2 vjet borxh gjykata kushtetuese? Su shqetësuam ne? Mos hyn 2 vjet më herët, ndalu te problemi. Inderuar avokat, inderuar gjyqtar avokat, ne kemi një tension mes dy pushteteve. Ky tension mes dy pushteteve kërkon një zgjidhje, po ose jo. Gjyqtarët e cilët janë gjykatës kushtetuese ndalojnë pasojat që mund të jenë shumë të rrezikshme në mes të betejës mes dy pushteteve të cilat ekzekutivit dhe pushtetit drejtësisë. Edhe gjyqësorit, pushtetit drejtësisë. Të lutem, si është e mundur që gjyqtarët e gjykatës kushtetuese këtë tension nuk kanë fuqi morale, institucionale dhe profesionale ta zgjidhin. Si mund ta lënë 4-4? Dhe dhe ju po i arsyetoni këtë vendim 4-4. Këto nuk e pranoj. Po, thuj, unë do votoja 5-3 dhe pezullimi është një mundësi që e lejon kushtetuta. Por të thush 4-4, ata janë sot për mua, ata janë të paaft, të rrezikshëm dhe njerëz të cilët nuk e meritojnë me çan institucion. Kaç është? Asnjë, unë vlerësoj që asnjë nga këto nuk qëndron, pse nuk qëndron nga këto? Ma thuj. Prandaj e thash pak më sipër unë. Ne mendimi se cili është profesional, ai gjyqtari është i lirë të votojë, që ka mendimin e vet. Të arsyetuar, pa arsyetuar, ne jemi dakord se jo, diskutojmë tjetër gjë. Unë jam dakord se jo, tjetër gjë. Por sa kohë që institucionet e tjera e kalën me 8 antar gjykatës kushtetuese dhe ata të detyruar të votojnë, mundësia e daljes 8-4 është evidente. Jo, avokat, nëse do kishte të një çështje që the. Është tjetër gjë. Është tjetër gjë pastaj, nëse ne flasim në bindjen tonë profesionale, profesionalisht tani, që pse nuk ishte qëndrimi 8-0 në gjykimin tim për shkak të faktit që nuk ka konflikt kompetence. Është e drejta e SPAK-ut ta pezulloj. Nuk kërkoj kërkush 8-0. Nuk kërkoj askush 8-0. Avokat, roli i gjykatës kushtetuese është të paqësoj paqartësitë ose të rregulloj paqartësitë. Dhe gjyqtarët kur janë 8 bëjnë gjithçka, e sidomos kryetaria e gjykatës, që ta sjell vendimin e 5-3. Arsyeshëm dhe nuk mund të dalë, nuk mund të dalë gjykata kushtetuese me 4-4. E pa drejt dhe jo profesionale. Është primus inter pares aty. Po s'ka asnjë vend botë. Po s'ka asnjë vend botë që bën këtë. Primus inter pares organizon mbledhjen.
Nuk ka rol kryetari në atë gjykatë. Si s'ka rol kryetari? Asnjë rol nuk ka. Po kryetari ka rol kryetari bindës. atje? Nuk operohet Jo, në logjikën jo, e zakonshme atje. Kryetari Operohet ka në logjikën votën një lloj si gjithë anëtarët e tjerë bashkëtuese. Ai vetëm organizon mbledhjen nga i pamja administrative. Rreton administrativisht gjykatën. Mos na ofendo kështu. Jo, mos na ofendo kështu. Ofendon logjikën e zakonshme. Jo, mos na ofendo kështu. Megjithatë, kjo është interpretim për fëmijë. Ne që marrë... Jo, avokat. Nëse nuk e kupton, është shfaqim. Të lutem, avokat. Një gjykatë kushtetuese serioze bën debat serioz për këtë çështje. Duket formale që kryetaria gjykatës e udhëheq një mbledhje. Por megjithatë, ajo nuk do të duhet lejonte një rezultat 4-4. Për arsye se e rrezikon... Na mendoni u tanonte ajo? Si? Na duhet të anonte si pasysh. Du ta shterte gjithë procesin dhe bindjet e gjykatëve për këto çështje. Dhe nuk do ta lënte pezull situatës. Dhe ju e thatë edhe një gjë. Ju e thatë një gjë për dokumentin e kryeministit. Vetëm edhe një gjë. Ju thatë që këta janë shprehur... Ka dyshimin që ka pas presione. Jo, ju thatë që gjyqtarët janë shprehur për dokumentin e kryeministit. Gjyqtarët formalisht edhe le të jetë dokumenti më i dobët i mundshëm i kryeministit që nuk ka stafi i tij nuk ka aftësi mbrojtëse ose arsyetimi normal për këtë konflikt. Nuk thash unë ashtu, vetëm thash. Edhe nëse është dokumenti i dobët, gjykata kushtetuese kur ka konflikte të tilla në mes institucioneve, ajo do ta sjellë një vendim, po ose jo. E jo ta lënë të pezulluar. E solli, 4 po 4 jo tani aty. Ç'a solli më? Ai që do bënte kingmakerin, s'është aty. S'është bosh, vend. Ajo nuk ka sjell vendim institucional juridik, por ka sjell një vendim politik të njerëzve të cilët s'kan guxim dhe të kenë vendin aty. Kaç mund të them. Gërdupi ndryn edhe një herë dhe Nëse kemi. Atëherë besoj se arsyeja dhe shkaku pse mbledhja e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese është bërë 3 herë dhe mbledhja e fundit ka zgjatur raportohet rreth 10-11 orë, janë pikërisht arsyeja që shkojmë tek ky numër, tek ky vendimarrje 4-4, me sa duket të 4 palët kanë qenë krejt bindura me veten e tyre në lidhje me gjykimin. Më fal, zoti Rekipi. Po ju thoja që të 4 gjyqtarët e secilit krah kanë qenë krejt të bindur dhe asnjëri s'ka pas tendencë për të çeduar. Kanë qenë formale, thuaj se një rezultat do ishte siç ishte. Jo, unë mendoj që ajo ka qenë e qartë që në mbledhjen e parë dhe tentativat në 3 mbledhje dhe koha e zgjatje e madh që është bërë eksaktësisht për të kaluar njëri nga 4 gjyqtarët, do të thënë njëri nga 8 të ndronte mendje nga krahu në cilën qëndronte për të shkuar në krahun tjetër. Në të kundërt do ishte marrë vendimi që në takimin e parë. Nuk ka dalë 5-3 në favor të Ramës për arsye se nuk kanë dyshuar të ky Ibrahimi fare. Asnjë dyshim s'ka. Po s'është çështja e Ibrahimi. Jo, nuk. Nëse me qenë po flasim, do të flasim hapun. Në gjykatën kushtetuese, unë përpoj të them hapur. Të dytë nuk po flasin hapur. Ai ka qenë në gjykatën kushtetuese, nuk thotë që konflikti është mes 2 taborreve. Është konflikt politik. Është gjë më natyrale. Jo, nuk është natyrale. Nuk është deri në atë pikë kur sjellët vendimi. Nuk është fare, nuk ka lidhje konflikt politik. Nuk ka lidhje fare. Shiko, zoti Xhaxhiu. Është votuar për zgjedhjet amerikane. Po, shiko, gjithë anëtarët janë emëruar nga institucione të kontrolluara politikisht nga një dorë. Apo jo? Qartë. Çfarë ka këtu në mes për këtë? Politikisht nga një dorë. A janë emëruar pas vitit 2021? Kemi në gjë shumë të rëndësishme. 2021. Me avokatët do kalojmë këtu. Pra, nuk ka asnjë lloj konflikti politik aty. Aty absolutisht që bindje profesionale pastaj ose tjetër situatë. Nuk je i sinqert avokat. Ka bindje bindje politik. Nuk je i sinqert avokat. Ose nuk i din. Absolutisht, janë totalisht i sinqert. Të garantoj për këtë. Janë totalisht i sinqert. Avokatët s'ka lidhje fare me bindje politike.